Gjykata e Gjakovës e ka liruar nga arresti shtëpiak Mikel Çupin, të dyshuarin për planifikimin e vrasjes së kryetares së Gjakovës, Mimoza Kusari Lila. Vendimi është marrë nga Gjykata e Gjakovës, e cila po ashtu vendosi që ta shtyjë gjykimin në mungesë të dëshmitarit bashkëpunues Gramos Nukshiqi, i cili pretendohet të jetë njëri nga personat e paguar për ta kryer vrasjen. Edhe na do të shtojmë edhe rrugët diplomatike që i njëti të jetë prezent stancën e ashme dhe është në shqiptarit kyç. Kështu që nuk jam dhënë edhe me lezu të grave time, ka që pra do më dha shumë. Kështu që konstatoj se sot nuk ka kushte për e. Mikel Çupi akuzohet se u morë vesh me 2 shtetas të Shqipërisë për vrasjen e Mimoza Kusari Lilës. Për vrasjen e kryetares së Gjakovës, Çupi sipas prokurorisë u premtoi 2 shtetasve shqiptar 300.000 euro. Çupi ka mohuar fajsi në vazhdimsi, ndërsa në seancën e sotme avokati i tij ka kërkuar zëvendësimin e arrestit shtëpiak me masën e paraqitjes në stacionin policor.